Eliminimi i Benitës në gjysmëfinalin e Big Brother VIP Kosova ka shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale, duke hapur debat mbi transparencën e votimit dhe rolin e produksionit në rezultatet e spektaklit. Ish-banorja, cila humbi përballë Hyger Tasakos, reagoi menjëherë në Insta Story me disa postime të ashpra që më pas u fshin, por u ruajtën dhe u shpërndan ngjërsisht nga ndjekësit. Në mesazhet e saj, ajo i drejtohet drejt për drejt producentes Olta Muhameti, duke hedhur dyshime dhe manipulim mbi rezultatin. Olsa, kam shumë pyetje për ty. Fjala ishte që unë do të shkoja në finale. Çfarë ndodhi? Përse nuk shkova? U rikisha votat dhe gjithçka. Çfarë ndryshoi? Shkruante Benita, duke lënë të kuptohet se finalja i ishte premtuar. Ajo ngriti gjithashtu dyshime se eliminimi i saj mund të ketë qenë pasojë e refuzimit për të ndjekur një skenar të supozuar romantik brenda shtëpisë. A është kjo arsyeja e vërtetë, sepse unë nuk desha të jem me Klodin? Pyeste ajo. Po ju kush mendoni se do të fitoj Big Brother VIP Kosova? Dhe a mendoni se kjo histori që ka thënë Benita është e vërtetë?